Te fëmijët nuk ekziston prindër kryesor apo prindër dytësor. Ata duhet i shikojnë prindërit në mënyrë të barabartë, por kjo në praktik nuk është ashtu, thon nga iniciativa për prindëri të barabartë, e për këtë sot u propozua ndryshim për ligjin për familje. Njëri prej iniciatorëve, Naum Ribarovski, tha se sistemi duhet të hap qendra për këshillim ku prindërit do të merren vesh se si do ta edukojnë fëmin. Sistem në alimentacija ko što ne funkcionira, zato što je postaje na pogrešni. Për momentin kemi një sistem për alimentacion që është vënë në mënyrë të gabuar, pasi që nuk i merr parasysh nevojat e fëmijëve, por merr parasysh atë se sa para merr prindi. Në shumë situata alimentacionet janë qesharake dhe të ulta, dhe raste kur janë shumë të larta dhe nuk korespondojnë me atë se sa ka nevojë prindërit. Këtë ndryshim të ligjit po e mbështet edhe ambasada për fëmijë Megjashi. Не треба да чувствува дека по разводот на Fëmiu nuk duhet të ndjej faj për atë se prindërit e tij po divorcohen, por duhet që jetën ta jetojë në mënyrë të denjë, i rrethuar me dashuri në mënyrë të njëjtë. Fëmia nuk duhet që të vihet në pozicion që të zgjedhë mes dy prindërve. Më e rëndësishme është se fëmia duhet jetë i rrethuar me dashuri. Nga avokati i popullit informojnë se nga viti 2015 deri te zyra e tyre kanë arritur 52 ankesa nga prindër, të cilëve nuk u lejohet ta shohin fëmijën e tyre nga prindi tjetër.